Apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në masën e arrestit më burg shefin e komisariatit të policisë rrugore në Tiranë Roben Zeka, ndërsa togat e zeza kanë zbutur masën e shefit të hetimeve të aksidenteve Sokol Navaku. Ndaj tij u caktua masa e sigurisë arrest shtëpie për shkak të rrethanave familjare. Vendimi është dhënë nga gjyqtari i çështjes Engert Pëllumbi. Ndaj shefit të rrugores është ngritur një akuzë për korrupsion që ka lidhje në fakt me një ngjarje të rëndë, ku janë mbuluar pasojat e një aksidenti, ku nga përplasja e 2 automjeteve 5 persona kanë përfunduar në spital. Referuar të dhënave të bëra publike nga prokuroria e posaçme në lidhje me operacionin e kryer nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit, u mësua se 3 zyrtarët e policisë rrugore të Tiranës dyshohet se morën në shfet për të mbyllur çështjen në rrugë, ndërkohë që asnjë institucion nuk bëri me dije se çfarë ka ndodhur me 5 qytetarët e plagosur në atë përplasje mes 2 automjetesh në datën 6 prill, bashkë me shefin e qarkullimit rrugor dhe shefin e sektorit të aksidenteve Sokol Novaku, SPAK arrestoi edhe oficerin e policisë gjyqësore Edison Tabaku.